Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të hënë datë 6 tetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin demokracia që ushqit si liri në fakt u bë varfëri dhe grabitje atë dheut. Olta Xhaçka miliona euro me shoqëri ilaçesh, Unifarma u hap një muaj pasi u bë ministre. Në gazetën Panorama mund të lexoni raporti KLSH-s pacientët me tumor 6 muaj pa kimio, fakte tronditëse. Nga aktori Florian Binaj tek analisti Fatos Lubonja, emrat e propozuar për garën e kreut të Bashkisë së Tiranës. Prokuroria e Fierit shpall mos kompetencë për Bankers Petroleum, çështja i kalon Spakut. Në gazetën Dita mund të lexoni një komedi politike zgjedhjet në Tiranë. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni si na ndikon zhytja e arrave në ujë. Në Panorama Sport mund të lexoni Rama natë historike, nuk e harroi Beogradin. Vllaznia shkrin Elbasanin, Egnatja i bashkohet në krye. Rogozhinasit kthehen në nëndetësen e re të kategorisë superiore. Dursakët mundin ballshjotët të pamposhturit e kampionatit. Blut likuidojnë Kuqezin, trajneri Garcia drejt Spanjës. Në Vlorë vjen Reali me 20 milion euro investim. Ismaili surpriza e derbit, asist me prekjen e parë. Nemos nuk i mbajnë gjunjët, largohet nga Pogradeci. Paqe në Juve, Milan, Kuqezint janë pa shënjestër. Bie Barça, Madridi triumf mes polemikash. City Arsenali bëjnë detyrën, shpëton Amorim. Kane dhe Neuer shkruajnë historinë.